Para se të filloj me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni sipërziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. 24 orë para sulmit në zemër, trupi jep këto shenja. Mos i neglizhoni, mund t'ju kushtojë në jetën. Arresti kardiak mund të jetë aq i papritur sa që një studim i botuar së fundmi në Lancet Digital Health, të cilët pretendojnë se 1 në 2 persona që kanë pasur një arrest kardiak të papritur kanë pasur të paktën një simptom paralajmëruese 24 orë para ngjarjes, që ndryshon midis të dyja gjinive. Dr. Sumer Chu, kryetari i kërkimeve të elektrofiziologjisë kardiake dhe drejtori i mjekësisë së qendrës për ritmin e zemrës dhe departamentin e kardiologjisë në Institutin e Zemrës Smith, Spitali Cedar Sinai, Los Angeles, thekson se zbulimi i hershëm i shenjave paralajmëruese mund të shpëtojë jetën, por shumica dërmuese e njerëzve nuk kanë një arrest kardiak jashtë spitalit, vdesin brenda pak minutash. Çdo vit, 450.000 amerikanë humbasin jetën nga arresti kardiak, sipas Institutit Kombëtar të Zemrës, Mushkërive dhe Gjakut në SBA. Në Europë, një incident ndodh çdo 45 sekonda. Duke përdorur të dhënat nga 2 studime në qytetet amerikane të Ventura dhe Portland për incidentet e arrestit kardiak dhe njerëzit që kërkuan kujdes mjekësor urgjent, studiuesit krahasuan simptomat dhe zbuluan se 50% e njerëzve që pësuan një arrest të papritur kardiak përjetojnë në të paktën një simptom karakteristike një ditë më parë: dhimbje gjoksi për burrat dhe gulqime për gratë. Ulëntimi gjithashtu tregoi simptoma specifike në grupe më të vogla burrash dhe gra, si rritja e pulseve, simptoma të ngjashme me konsulentët ose simptoma të ngjashme me gripi. Në çdo rast, studiuesit thonë se dhimbja e gjoksit precedente mund të jetë shoqëruese me gulqim, rritje të pulsit, marramendje, tendencë për të fikt, djersitje ose të vjella. Është treguesi më njëhershëm i një sulmi në zemër, dhe nëse papritur, vëreni ndonjë shqetësim që nuk e keni pasur më parë, ose edhe këto që përmendëm më herët, është mirë që të bëni një konsult me mjekun tuaj përkatës, pasi siç e dini, parandalimi është gjëja më e mirë që mund të bëni për trajtimin e çdo problemi. Disa simptoma të hershme delikate mund të tregojnë arrest kardiak, sipas një raporti nga Shoqata Amerikane e Zemrës. Raporti publikuar në revistën mjekësore Circulation paraqet edhe njohuritë më të fundit për simptomat e arrestit kardiak si për sëmundje të tjera kardiovaskulare, duke përfshirë edhe goditje në trup. Arresti kardiak ndodh kur zemra nuk mund të pompojë mjaftueshëm gjak dhe të furnizohet me oksigjen në organe të tjera, gjë që mund të jetë fatale. Arresti kardiak zakonisht nuk mund të shërohet, por trajtimi i hershëm mund të ndihmojë njerëzit të jetojnë më gjatë dhe me një cilësi më të mirë të jetës, sipas qendrës të SBA-s për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve CDC. Trajtimi përfshin mjekimin, aktivitetin fizik dhe paksim të marrjes së kripës, pirja e duhanit, konsumi i tepërt i alkoolit, aktiviteti pamjaftueshëm fizik dhe dieta e dobët do të rrisin gjithashtu edhe arrestin tuaj kardiak. Problemet mjekësore të tilla si sëmundje të zemrës, një atakim i mëparshëm në zemër, presioni i lartë i gjakut, obezitet dhe diabet rrisin gjithashtu rrezikun e arrestit kardiak. Arresti kardiak më së shumti shkakton gulqime, frymëmarrje të shkurtura dhe simptoma kryesore të arrestit kardiak, sipas raportit të Shoqatës Amerikane të Zemrës. Problemet e rënda të frymëmarrjes shoqërohen me një rrezik të shtuar të humbjes së jetës. Raporti vjen në dukje se sëmundje të tjera mjekësore që shkaktojnë probleme të frymëmarrjes, të tilla si sëmundjet pulmonare obstruktive kronike, mund të ndodhin krahas arrestit kardiak. Simptomat të tjera të zakonshme të arrestit kardiak përfshijnë ndjenjen e lodhjes, entjen në këmbë ose në nyje. Një raport i Shoqatës Amerikane të Zemrës thotë se lodhja është simptoma më e pakëndshme e arrestit kardiak. Sipas raportit, simptomat e hershme të arrestit kardiak përfshijnë probleme me stomakun, marramendje, të vjella dhe humbje të oreksit. Humbja e muskujve si rezultat i arrestit kardiak mund të tregojnë se sëmundja është e avancuar. Simptoma e hershme dhe delikate mund të jetë gjithashtu edhe
pararoj të përkeqësimit të sëmundjeve dhe shtrimi në spital ose humbje të jetës në mënyrë të afërm, citoi raporti. Ekzaminimet zbuluan se 20 deri në 30% të rriturve me arrest kardiak raportuar një çrregullim të humorit, kryesisht depresion dhe ankth, por edhe probleme të tjera që vinin kryesisht nga pagjumësia. Arresti kardiak shkakton pagjumësi për disa arsye. Njerëzit me arrest kardiak shpesh mbeten pa frymë kur janë në shtrirë. Së dyti, një efekt anësor i barnave për arrestin kardiak mund të bëjë njerëzit të urinojnë më shumë gjatë natës, pasi ilaçet lëshojnë lëngjët që grumbullohen në mushkëri, gjë që shkakton kështu edhe problemet e gulqimit. Arresti kardiak është një nga urgjencat mjekësore më të kushtueshme për jetën, pasi mund të pësojë gjithashtu edhe ndryshim të papritur të jetës. Ndryshe nga sulmi në zemër, kur rrjedhja e gjakut në organe ndërpritet, arresti kardiak shkakton edhe ritme jo normale të zemrës. Sistemi elektrik i trupit ton nuk funksionon si duhet. Personi do të humbas jetën brenda disa minutave nëse nuk trajtohet menjëherë me një CPR. Megjithatë, ka disa shenja që mund t'i dalloni përpara se të ndodhë. Simptomat paralajmëruese premtojnë për parashikimin e arrestit të papritur kardiak, ka thënë doktor Kideron Reiner, i sistemin shëndetësor kardiak në Los Angeles. Gjithashtu, disa nga shenjat kryesore përpara një sulmi në zemër mund të jenë gjithashtu edhe probleme të frymëmarrjes. Shenja më e zakonshme e hershme e arrestit kardiak ishte frymëmarrja e njohur në mjeksi si dyspnea. Rreth 41% e personave që kishin këtë shenjë, krahasuar me 22% të grupit të kontrollit, ishte vetmja shenjë e lidhur dukshëm me arrestin kardiak, si tek meshkujt, ashtu edhe te femrat, cituan studiuesit. Dhimbje gjoksi. Dhimbja në gjoks ishte një shenjë e dytë më e shpeshtë, e cila preku rreth 1/3 e personave, krahasuar me 1/4 e grupit të kontrollit. Sidoqoftë, dhimbja në gjoks ishte e lidhur ndjeshëm vetëm me arrestin kardiak të meshkujve, jo të femrave, citon The Sun. Djersitja. Diaforeza ose djersitja e tepërt gjithashtu preku më shumë personat me arrest kardiak se sa urgjencat e tjera. Rreth 40% kishin këto simptoma, krahasuar me 8% të grupit të kontrollit, gjithashtu shoqëruan ndjeshëm vetëm tek meshkujt dhe jo te femrat. Arresti kardiak është humbja e menjëhershme e funksionit të zemrës, frymëmarrjes dhe vetdijes. Kjo gjendje zakonisht rezulton edhe nga një problem i sistemit elektrik të zemrës, i cili prish veprimin e pompimit të zemrës dhe ndalon rrjedhjen e gjakut në trupin tuaj. Arresti kardiak nuk është i njëjtë sikurse një sulm në zemër siç është infarkti, kur bllokohet rrjedhja e gjakut në një pjesë të zemrës. Sidoqoftë, një sulm në zemër ndonjëherë mund të shkaktojë një shqetësim elektrik që çon në arrest kardiak. Nëse nuk trajtohet menjëherë, arresti kardiak mund të çojë në humbje të paevitueshme të jetës. Mbjetesa është e mundur me kujdes të shpejtë dhe të duhur mjekësor. Reanimacioni kardiopulmonar ose CPR duhet të përdoret edhe një defibrilator ose edhe thjesht duke bërë kompresim të gjoksit. Mund të përmirësojë shanset për të mbijetuar një arresti kardiak. Shenja dhe simptomat e arrestit kardiak janë të menjëhershme dhe drastike. Rrëzimi i papritur, humbje e pulsit, ndalimi i frymëmarrjes, humbje e vetdijes. Nëse ka këto shenja dikush që ndodhet pranë jush, menjëherë duhet të telefononi ambulancën dhe t'i jepni ndihmën e parë. Ndonjëherë disa shenja dhe simptoma ndodhin para shfaqjes së arrestit kardiak, siç janë pakëndshmëri në gjoks, frymëmarrje e dobët, dobësi, rrahje të shpejta të zemrës. Gjithashtu, nëse vëreni ndonjë shenjë që nuk e keni pasur më parë, telefononi mjekun tuaj dhe shkoni nëse nuk keni DK menjëherë tek mjeku, pasi parandalimi është çelësi kryesor i çdo shqetësimi. Është e rëndësishme që shenjat të mos neglizhohen, të konsultoheni më parë me mjekun dhe më pas të bëni gjithçka që mjeku këshillon. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.